17 mars. Pasthirma e lutjes. Sepse të gjitha premtimet e Perëndis janë po në të, prandaj përmes tij ne i themi amen Perëndis për lavdinë e tij. E 2 Korintasve 1:20, përkthimi drejt për drejt nga versioni ESV. Lutja është një reagim ndaj premtimeve, domethënë ndaj sigurive të hirit të ardhshëm të Perëndis. Lutja është të tërheqësh nga llogaria ku Perëndia i ka depozituar të gjitha sasitë e hirit të tij të ardhshëm. Lutja nuk është të shpresosh në errësirë se mund të ketë një Perëndi me qëllime të mira. Lutja mbështetet në premtimet e Perëndis. Ajo shkon çdo ditë te banka dhe tërheq aq sa i duhen nga hiri i ardhshëm. Sigurohu që mos të shpëtoj lidhja mes dy gjysmave të këtij vargu madhështor. Vëre fjalën prandaj. Të gjitha premtimet e Perëndis janë po në Krishtin. Prandaj, përmes tij ne i themi amen Perëndis për lavdinë e tij. Për të siguruar që e kuptojmë këtë, le të ndryshojmë vendet dy gjysmave të vargut. Kur ne lutemi, ne i themi amen Perëndis përmes Krishtit, për shkak se Perëndia ka shqiptuar një amen të prerë për të gjitha premtimet e tij në Krishtin. Lutja është një përgjërim me siguri të plotë se për hir të Krishtit, Perëndia do t'i përmbush premtimet e tij për të na dhënë hir të ardhshëm. Lutja e lidh besimin ton te hiri i ardhshëm me themelin e gjithçkaje, me Jezu Krishtin. Kjo na çon te pika e fundit. Amen është një fjalë e çmuar dhe plot kuptim kur lutemi. Kuptimi i saj nuk është po, tani e thash këtë lutje. Kuptimi i saj parsor është po, Perëndia i ka bërë të gjitha këto premtime. Amen do të thot, po Zot, ti mund ta bësh. Do të thot, po Zot, ti je i fuqishëm. Po Zot, ti je i mençur. Po Zot, ti je i mëshirshëm. Po Zot, i gjithë hiri i ardhshëm vjen prej teje dhe është konfirmuar në Krishtin. Amen është pasthirma e shpresës dhe e sigurisë së garantuar pas një lutjeje për ndihmë.